më ka ndodhur që kam pas një ballafaqim me një serb. Edhe aty kemi pas pak, kemi kon pak të nxehtë të dy. Kynë edhe emocionet aty, jo veç. Po, edhe më thon drejtën kemi bërë atë face-off, peshën, këto, edhe më pështyni me durë. Nuk e di, ndoshta që kam qenë shqiptar. Po, unë i thash në rregull, thash se do i shohim mrena në ring se kush do fitoj. Kur hina në ring, se kam lanë me marrë frymë. Në rundin e parë, e mujnta, edhe dola fitus, edhe pastaj herë më zgjat dorën ai, ka fundi, po unë jam sportist, i rregullt, edhe unë zgjata dorën, edhe mbaroj aty, po unë iva shumë krenar që mund da një serb. Na ke vu krenar edhe neve në fakt me këto, apo ati tension gjatë ndeshjes ndoshta më të shtuar se me ndeshjet e tjera? Po. Ose provokime, se njëhet zakonisht edhe në lojra në futbol edhe në gjatë tilla në momentin që po, se ka provokime të cilat flitet gjithmonë që ka pas. Po, për normal, për atë punën që ma ka bon, edhe ishin ata supportues të ti, që ta në kohën më shojshin, më përtiqin, po unë nuk i kam dëgju. Unë ja të regova me fakte. A e boni dikush nga një Shqiponjën, so shpytje që më interesant. Shqiponjën? Jo, unë se bona, po gjithë shqiptarët aty e të regun, se shka jene nga shqiptarët, edhe ka që unë kur dola, më thonë drejten, ati ajo pa dorën, amo atyne që bëjshin një skena ata supportues të ti, vetëm jam këthuj, akun bë një kështu, edhe mbaroj puna aty.